Një i moshuar që jetonte i vetëm u gjetë të dielën i shtrirë në Dyshemer për më shumë se 17 orë, pasi ishte rrëzuar dhe nuk kishte patur mundësi të ngrihej apo të kërkonte ndihmë. Ngjarja tronditi banorët e zonës që thirrën shërbimin e zjarrfikses, por edhe qytetarët e Vlorës që ndoqën nëpërmjet mediave. Por kjo ngjarje është një kamban alarmi për moshën e tretë. Shumë të moshuar sot jetojnë të vetmuar dhe kanë nevojë për mbështetje dhe për kujdesje. Geriatria është një degë mjekësisë që fokusohet në kujdesin dhe trajtimin e të moshuarve, duke adresuar probleme të ndryshme shëndetësore dhe funksionale që lidhen me moshën dhe që për herë të parë do të jetë pjesë e një programi 2 vjeçar që do të hapet këtë vit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali në Fakultetin e Shëndetit. Anila Sala, i prej 25 vjetësh, ka jetuar në Itali, por është kthyer në Vlorë tashmë. Aktualisht po përkujdeset për një të moshuar 89 vjeçare. Thot se këtë punë e bën me dëshirë dhe dashuri. Është 89 vjeçe, është shtrirë. Nuk ngrihet. Juve keni vite që Jo, vite unë e kam bërë se kam dëshirën që e bëj këtë punë, jo se kam punuar verniciator në Milano. Po e bëj me qejf. Sala i thot se është një punë e vështirë dhe mbi të gjitha do pasion. Madje jep edhe një mesazh për të gjitha gratë dhe vajzat që janë pa punë, të angazhohen në këtë aktivitet për të mbajtur dhe për të përkujdesur për të moshuarit. Mungesa e zileve për të është një problematikë e madhe. Është shumë e vështirë, do shumë dashuri që t'ja japësh. Ka shumë sakrificë dhe sidomos një kur i ndron panolinën, kur i jep ushqimin, kur jep dhe kur është shtrirë, ka shumë vështirësi, ma nuk është se nuk arrihet. Arrihet, po të kesh zëmër, po të kesh. Unë këtu gjej shumë gra që janë të buke gojës dhe nuk duan ta bëjnë këtë punë. Kjo punë bëhet, jo nuk bëhet. Tashi, si thonë, punë e madhe let na hedhin fëmijët, thonë në kanal, nuk të hedhin fëmijët. Ose u japin lek fëmijët dhe nuk duan të punojnë, ose nuk duan me një familje shëndosh, mbahet bashk, familje, burr, grua të tërë, dhe këta në prindër. Shtëpi pleq këtu nuk ka, si që janë në Itali, këtu nuk janë. Tashi, fëmijët janë të larguar, kush do i mbajnë? Geriatria është dega e mjekësisë që fokusohet në kujdesin dhe trajtimin e të moshuarve. Por Anila thekson se nuk kanë ndjekur studimet për këtë shërbim dhe në këtë rast pasioni ka triumfuar mbi dijet shkencore. Nuk kam bërë shkollë. Unë kam vetëm se kam qenë me vjerën brenda, me maman time, në Itali të thash kam mbajtur shumë pleq, jashtë punës, e kam thjesht pasion, e dua vetë. Dhe unë, në qoftë se dua të ndihmoj, unë i ndihmoj. Dhe unë kam dashur të punoja në një shtëpi pleq në Itali, po që nuk munda se isha në fabrikë. Problemi është do dashuri, do unë e jap atë time, po varet sa e merr. Sala i thot se të moshuarit në Itali kanë më shumë komunikim, e pranojnë që të shërbesh dhe kanë mundësi ekonomike. Kanë më komunikim pleq në Itali. Është më e thjeshtë, kanë më komunikim si njerëz, si kulturë, si te ne shumë vonë. Dhe e pranojnë apo jo që dikush të shërbej? Po, e pranojnë dhe e kanë dhe mundësinë, e kanë kurse këtu nuk është, me këto pensione që kanë plejt. Edhe fëmijët duhet jenë qik më afër tyre sot se nesër do t'i kërkojnë, po që nuk e shoh shumë mirë, unë kam 3 vjetë që kam ardhur. Po unë problem kam këtë të fishek zjarreve, se unë kam bajt mbi 4-5 nëna këtu. Edhe trëmbe natën, bëhet një liq, pse duhet hidhen këto fishek zjarre në 12 natës? Nuk e di, me që dhe një qik dashuri duhet, po nuk është, nuk e shoh shumë. Të gjithë nesër do të jemi në moshën e tretë, asnjëherë nuk i dihet se si ajo të merr dhe të vjen, por në radhë të parë është koha që të ndryshojë mentalitetin e shoqërisë dhe të kemi më shumë dashuri për të falur.